E Lidhja Demokratike e Kosovës ka rikthyer tani interesin për të vijuar diskutimet e një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Këtë vendim e shprehu Lumir Abdi Gjiku, pasi u rikonfirmua edhe njëherë si kryetar i këtij subjekti mbram. Nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti unë heqjat çështën e pezullimit të diskutimeve dhe le të ka është e hapur diskutojmë tutje për institucionet. Nuk kemi më rri në asnjë pozitë individuale, ju lutem, keni për kuptim me kohë kur të mbërrim, ju njoftojmë për gjitha, por ju kam thënë prej fillimit, kjo çështje s'është individuale, s'është me emra të përveçshëm, është me çështje parimore. Fillimisht parimi të definojmë. Na drejtimi jemi ende. Edhe parimi kryesor është a duhet një parti të ketë gjitha apo jo. Për LDK-n vindit janë qarta një parti s'mund të ketë. Por LDK preferon koalicion gjithëpërfshirës, duke prekur kuvendin, qeverinë e presidencën. Kështu